Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahu xhelle xhelalu, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Salavatet mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E me pastaj të ndershëm vëllezër besimtar të pranishëm. Jemi duke trajtuar një cikël të ligjëratave në hutbe që kanë të bëjnë me shkollën e vdekjes. Edhe në këtë hutbe do të shoqërohemi me këtë temë nga një prizëm tjetër. Në javën e kaluar kemi folë dhe kemi thënë se është shumë e rëndësishme fundi i jetës. Fundi është shumë i rëndësishëm sepse vulos jetën e njeriut. Prandaj dhe nuk mund të jenë të barabartë dhe të njëjtë ata që vdesin në punë të mira dhe ata që vdesin në punë të këqija. Ata që vdesin në xhami, ai që vdes të bëjë sejdë, ai që vdes duke agjëru, duke kry haxhin, duke ndihmu diken, nuk mund të jetë i njëjtë te Zoti, po madje as te njerëzit, me atë i cili vdes në vende të këqija, duke vjedh, në prostitucion, duke pi alkool, duke mbyt dikon, madje duke shiku diçka që nuk është e mirë, madje duke ju bashkangjit në ndonjë emisioni dhe programi që nuk është i mirë. Pra mund të jenë të njëjtë një i cili e përcjell një ligjërat që përfiton prej saj, dhe një që e përcjell Big Brotherin, a mund të jenë të njëjtë? Sigurisht se nuk mund të jenë të njëjtë. Prandaj të ndershëm vëllezër, gjithmonë duhet mi pasën këto në konsiderat sepse në bazë që saj që jetojmë na vije edhe fundi. Kështu flasin argumentet. Pejgamberi alayhis salam thot tekstualisht: Innamal a'malu bil khawatim, veprat vlerësohen, gjykohen, shpërblehen sipas fundit. Dhe argumenti tjetër thot se me atë që jeton njeriu ka për të vdekur. Dhe pastaj argumenti tjetër thot se me atë që vdes njeriu do të ringjallet. Prandaj të ndershëm vëllezër, në javën e kaluar kemi folë për faktorë që ndikojnë në vdekje të mirë. Sot do të flasim për faktorë që ndikojnë në vdekje të keqe, që njeriu me pas një vdekje jo të mirë. Ka shumë faktorë, e kam parasysh dhe jam i vetëdijshëm që koha është e ftoftë dhe ka më shumë njerëz, po mundohena me qenë sa më i shkurt, pra një përkujtim të përgjithshëm. Vetëm qelsa, për ndryshe këtë temë duhet me elaboru, me studiu, me lexu vetë, sepse është pjesë e secilit prej neve. Pra secili prej neve duhet më interesu me pas fundin e mirë dhe me uru nga fundi i keq. Të ndershëm vëllezër, prej faktorëve që ndikojnë në fund të keq, me pas fundin e keq, me pas vdekjen e keqe, është dyshimet e mbrëmshme. Dyshimet e mbrëmshme që i bie mendimet e këqija ndaj Zotit të Madhërisëm, Zotruar. Ose bindjet e gabueshme që mund t'i ketë dikush në brendësinë e tij. Ani pse ai mundet me u fal, ani pse ai mundet me kry diçka, mirë po bindja e tij është e rrezikshme. Sikur që kemi thënë në javën e kaluar, ku ka thënë pejgamberi alayhis salam, ja kujtoj vetes edhe juve, ndodh që dikush për juve ton jetën punon punë të banorëve të xhenetit, në ato çka e shohin njerëzit. Mirë, po pak para se t'i vije vdekja, i paraprind caktimi, punon punë banorëve të xhenemit në xhenem. Dhe e kundërta me të kundërtën. Kemi thënë që këtu faktori defekti ku është te bindja. Prandaj vëllezër të nderuar, vëllezër të dashur, kemi thënë dhe themi, 13 vite në Mekë shpallja që teme ka trajtu. Pastrimin e ideologjisë së mbrëmshme, që i bie me i rregullu raportet mirë me Allahun. Mesazhi im është ky: lexoni vëllezër shumë, ndëgjoni ligjërata shumë sa i përket bindjes dhe besimit, sepse në bazë të besimit ka më ardhur vdekja, jo në bazë të pamjes. Pamja është pjesë, nuk është tërësia. Tërësia është bindja. Pra kjo është faktori më kryesor. Pastaj faktori tjetër është pasimi i epsheve, i egos, i nefsit. Pasimi i nefsit vëllezër sjell përfundim të keq. Që i bie se ai që e bën imam pris nefsin e tij nuk mund me pas përfundim të mirë. Ai që i shkon mbrapa epshit, çka thot epshi, nefsi,
i shkan mrapa. Allahu xhelle xhelalu po thot inna nafsa la'amaratun bisu, vërtet egoja e njeriu, nefsi, epshi prim për të keqe. Pra nuk din me unal për të keqe. Prandaj mos e paso nefsin, freno nefsin. Të gjitha mësimit hynore kanë ardhur pra me frenu egon, sepse egoja prim për të keq dhe sjell fund keq. Pastaj të ndershëm vëllezër nga faktorët është lidhja e zamrës me dikon tjetër posa Allahut xhelle xhelalu. Ai që e lidh zamrën me dikon, kështu do të vijë edhe fundi, me ata që i ka ardhur, me atë që ka jetu, siç thamë më herët, me atë që jeton edhe do të vdesësh. Rrëfejnë dietarët islam, rrëfejnë hoxhallarët, ngjarje shumë interesante që kanë përjetuar në raste të fundit të jetës së njerëzve, që i ka nejt gati dikuj me i thonë momentet e fundit para se mi dalë shpirti, thuj la ilaha illallah, aja ka nis ka knu. I ka thonë, thuj la ilaha illallah, aja s'ka mujt me qitë rigos, nuk po mujt me thonë. I ka thonë, thuj la ilaha illallah, ati ju ka kujtu karriera, posti, ose o pasuria të ngjashme. Sepse me te e ka lidhë zamën, vlezër, këto jënë mjete, shkolla është mjet, pasuria është mjet, posti, karriera është mjet, profesioni është mjet. Allahu xhelle xhelalu du të me adhuru dhe zamra du me lidhë vetëm me Allahun xhelle xhelalu. Kjo nuk të bën ty ma pak të arsimun të ngritur e kështu me radhë, në asnjë formë, por zamra e lidhur me Allahun xhelle xhelalu pastaj i jep ngjërim pozitiv edhe pasurisë, edhe jetës në tërësi. Për i faktorëve të ndershëm në vëllezër, kriterëve që sjellin fund të keq, janë edhe shpresat e gjata. Ku personi do thot në asnjë formë nuk e ka projekt vdekjen, ku vazhdimisht i prolongon gjërat e mira, thjesht me ato që sillet në shoqërinë tonë, ka kohë hoxh mu fal. Ose ty të thot si xhamatlisi, vllasi, mik, hajtë se ju falni se ka kohë mu fal, ka kohë kur të plakna kështu me radhë. Pra vëllezër, shpresat e gjata konsiderohen kurthat e djallit. Djalli don mja prolongu, mja vënu vlerat, me kaplu vdekja, me befasu vdekja, në qatë gjendje që është. E ka thonë pejgamberi alayhis salam një thoni shumë interesante në këtë raport, thotë kështu: njeriu më plakët, mirë po, dy gjëra nuk më plakën të njeriu, ose njeriu rrin i ri në dy gjëra. Një, në shpresat e tij, dhe e dyta, interesimi për pasurinë e tij. Në këto dyja sot do që bën njeriu mosh, prap ka interesim për pasuri edhe shpresat e gjata. Po ashtu ka thonë me një thoni tjetër pejgamberi alayhis salam, prej gjërave që e shkatërrojnë umetin në fundin e tyre, janë kooperacia edhe shpresat e gjata. Prandaj të ndershëm vëllezër, ne pra duhet ta kuptojmë dhe ta dimë dhe ta besojmë atje, që vdekja nuk është në dorën tonë që kur dojmë na, sot dojmë na e shtym. Ajo është ligji i Allahut, po prej rahmetit Allahut, mëshirës së tij është, neve nuk na ka publiku që ne sot do të jetojmë me kënaqësi, por ndryshe nuk do të shijonim asgjë nga të mirët. Prej faktorëve, kjo e fundit në këtë hutbë, për shkak të kohës, prej faktorëve, kriterëve që sjellin fund të keq vëllezër është vonimi i pendimit. Vonimi i tobës, që i bie se edhe kjo është një kurth djallëzore, ku personi mëkaton, bën gjëna dhe din që të bëj gjëna, po hajt se ka kohë, edhe e nxën vdekja të pi alkool. Zotruan e nxën vdekja në amoralitet, ose në ndonjë prej gjunaheve, dhe kjo quhet vdekje jo e mirë. Prandaj të ndershëm vëllezër, nuk bën të vonohet pendimi, pishmëllaku. Allahu shumë e don, madje gëzohet, kështu ka në argumente të sakta. Allahu gëzohet kur robi pendohet. Dhe ju thot engjëve me lasheve, ju thot po, sepse robi imi di që ka Zot. Prandaj Allahu i gëzohet pendimit të robit. Kështu që vëllezër, duhet pra mos me vonu pendimin pas mëkatimit. Këto dhe të tjera të ndershëm vëllezër janë prej faktorëve që sjellin pra një vdekje jo të mirë. Prandaj ne duhet të kujdesemi dhe të jemi vigjilent që fundit na vije i mirë, sepse sipas fundit tham volosen veprat tona dhe sipas fundit pastaj është edhe ardhmja jon. Lutim Allahun xhelel xhelali që të kemi fund të mirë dhe Allah të na ruan nga fundi i keq. E them këtë që ndëgjohet, kërkoj falje për vetvete dhe për ju, kërkoni edhe falje sepse Allah është falësima. Të ndershëm vëllezër, të pranishëm në pjesën e dytë të kësaj hutbe, po e përçoj një mesazh tjetër duke ja përkushtuar ditës dhe datës që jemi sot. Pra jemi me 28 nëntor
Gjithsesi që kjo datë është shumë e rëndësishme për popullin shqiptar, kombin shqiptar, shoqërinë shqiptare, ka do që t'janë ata. Andaj datat mund të përsëriten, mirë po datat përcjellin një mesazh të heshtur. Dhe i bie të ndershëm vëllezër se historinë e kanë bërë njerëzit me ndihmën e Allahut xhelaluhu e pastaj me sakrificën e tyre. Dhe për të bërë histori, për të bërë vlera, kërkohen po ashtu standarde, kërkohet trimëri, kërkohet guxim, kërkohet sinqeritet, kërkohet me investu më të mirën që e ka një person dhe një shoqëri për të bërë vlera. Andaj dhe themi se këto vlera që ne sot i shijojmë, ka do që janë shqiptarët, të gjitha trojet, edhe jashtë trojeve që i kemi. Gjithsesi që kanë investuar të parët tonë tër kapitalin që e kanë patur, ose më të mirën që e kanë predisponu, më të dhimbshmen që ne sot të jetojmë më të sigurt, më të lirë, më mirë, më komod e kështu me radhë. Andaj krejt kjo për çon mesazhin në radhë parë të falënderimit të Allahut, sepse pa lejen e Allahut nuk bëhet asgjë, po hamd Allahut xhelaluhu për gjithat mira që i kemi. E pastaj lutemi në vazhdimsi për të gjithë ata që nga gjeneratat e hershme që kanë ba për neve dhe për shoqëri që do vinë pas neve, që ne sot po i shijojmë të gjitha këto të mira, kanë investu, kapitalin e tyre, dijen e tyre, kanë investu edhe jetën e tyre, dhe mendjen e tyre, dhe familjet e tyre, që ne t'i gëzojmë këto të mira. E një përkushtimi veçantë dhe një falënderimi veçantë dhe do të thoja një përkujtimi veçantë shkon për hoxhallarët. Për faktin se kanë qenë pjesëtar dhe kanë qenë pjesëmarrës aktiv në të gjitha pjesët e vlerave të shoqërisë dhe vendit dhe kombit tonë. Kanë qenë themeluesit, përpiluesit e alfabetit që ne sot lexojmë, hoxhallarët. Hoxhallarët i kanë pri. Hoxhallarët i kanë pri lidhjes së Prizrenit, pa u nalë në data dhe në emra sepse ju i dini, po vetëm po kemi nevojë mja kujtu vetvetes, juve dhe islamofobëve, të cilët po mundohen më na mbyll syt në tërë këtë histori të ndritur që është bën vendin tonë dhe që e ka bërë keq shoqëria jonë, po gjithmonë i kanë pri hoxhallarët. Po edhe në luftën e fundit, se ndoshta për çdo vit këto fjalë përsëritim, po kemi nevojë më shumë se një herë mi përsërit. Na e kemi rreth 40 hoxhallar martir e me 10 qindra pjesëmarrës, sepse na i pjesë e juve vëllezër. Hoxhallar do të me kuptu të gjithë shoqëria jonë. Hoxhallarët janë të juve, na jemi fëmia juve. Na kemi dalë nga kjo shoqëri, nga ky popull. Dhe kanë sakrifikuar dhe do të sakrifikojmë për vendin, shoqërinë, interesat e shoqërisë tonë, qoftë në aspektin fetar, e kombëtar, e adhetar, e shoqëror, çka të ka nevojë, hoxhallarët janë pjesë e kësaj shoqërie. Andaj të ndershëm vëllezër, nuk na mbetet asgjë tjetër, pas që të lutemi për gjithë, edhe ata që kanë rënë në luftën e fundit dhe kanë sakrifikuar dhe janë gjallë të vdekur, edhe ata që kanë sakrifikuar nga gjështit e së gjështit tanë dhe t'jujt, lutemi që Allahu t'i mëshiron, t'i falë, t'i shpërblej. Po ashtu mesazhi shkon për neve që ne t'ia vdim për nerë dhe të lutemi për ta, mos t'i harrojmë dhe t'i ruajmë këto vlera. Aq sa i ruajmë dhe i çmojmë, do t'i kemi ne dhe do t'i kanë pasardhësit tonë. Lusim Allahun xhelalu për pranim të veprave, për vetvete, për ju dhe për gjithë muslimanët. Lusim Allahun që Allahu të na ruaj neve, shoqërinë tonë, popullin tonë, vendin tonë, nga çdo e keqe dhe t'i ruaj muslimanët ka që janë. Lusim Allahun xhelalu t'i falë mëkatet tona të juaj, të prindve tanë dhe të juaj. Lusim Allahun për mbarësi dhe mirësi për shoqërinë dhe vendin tonë.